Si e morë ftesën për të qenë pjesë e filmit? E kam marrë që te politik për kokë një, atëherë refuzova, po këtë herë ishte nga ato oferta sunduese në kuptimin e një skenari të mirë cilësor. Tu desh 2 sezone për të thënë po? Unë zakonisht më duhen shumë sezone edhe vështirë të bindem të them po, sidomos në pjesën e filmave nuk e kam pas ndonjëherë synim dhe objektiv, por të thash, kur është skenari i mirë, kur është puna cilësore, jam e lumtur se kemi nxjerrë një produkt të një standardi shumë të mirë. Nuk flas për veten, sa flas për cilësinë e fotografisë, e audios, e çdo detaj që një profesionist, po edhe publiku i thjeshtë, unë nuk jam profesionist në pjesën e filmave, mund ta dalloj lehtësisht. A personazhi, ai ka qenë i vështirë të përshtatën? Jo, se në fakt Luna është Luana, kur e ka shkruar, e ka ideuar me figurën time. Është frymzuar nga ju? Është frymzuar, siç e thua ti, po ndërkohë Luna është e egër në shpirt po ashtu. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë xhirimit? Po se mendova që jam bishë dhe mund të bëj aksionet pa për prova, po ndërkohë donte një disiplinë pa parë. Luana si aktore, si moderatore apo si përmarrëse? Cili kostum të rri më mirë? Atë ju ajde ju ta vlerësoni, po absolutisht që mendoj që në zanatin tim jam the best. Duke pasur parasysh mënyrën se si e ndjer gjatë xhirimeve, a mendon se ky rol i hap rrugë një karriere të re në kinematografi tashmë? Unë të tash nuk e kam synuar ndonjëherë pjesën e aktrimit, kështu që nuk e di. Zoti të sjell surpriza të bukura edhe unë jam e hapur që mundësitë e mira ti marr përsipër edhe të mundohem të realizojmë sa më shumë profesionalitet. Kthehesh së shpejti në ekran? Po shijoj filmin një herë. Faleminderit shumë.